Përshëndetje të dashur miq. Sot do të përgatis ullinj të skuqur krokant. Atëherë, për këtë recetë kam 250 gram i kam ullinj të mëdhenj pa far. Kam 100 gram miell, 2 kokra vezë, do përdorim pak krip, 100 gram e kam bukë të grirë dhe 1 litër do përdorim vaj për ta skuqur, sepse duhet të skuqen në vaj të bollshëm. Këto janë përbërësit, shumë të thjeshtë, shumë e lehtë dhe si fillim do fillojmë të kalojmë ullinj në miell. Nëse doni të përgatisni sasi më të madhe, mund të shtoni sasinë e produkteve. Do t'i kalojmë ullinjt mirë në miell. Që shikoni, kam përdorur tasa të mëdhenj, sepse janë vetëm 2 kokra vezë, për arsye sepse do kaloj brenda ullinjt. Dhe duam që të kemi dhënë. Do shtojmë te vezë pak krip. Do t'i rajmë vezën. Pasi kemi rajur vezën, do fusim brenda ullinjt. Do t'i marrim, do t'i shkundim paksa, nuk i duam me shumë miell, dhe do t'i kalojmë në vezë. I shkundim pak. E kalojmë tutje dhe i përzijmë me vezët. Duam që të lyen mirë me vezët, që kur t'i kalojmë tek buka e grirë, ta tërheqin mirë dhe buka e grirë të ngjeshet mirë tek ullinjt, sepse ajo është më tepër që ndihmon të bëjmë ullinj krokant. Atëherë, pasi kemi përzirë shumë mirë, siç e shikoni me vezët, tani do t'i nxjerrim nga vezët dhe do t'i kalojmë tek buka e grirë. Dhe ndërkohë vendosim në zjarr një tenxhere të vogël ose një tigan të thellë, sepse duam t'i skuqim tham në vaj të bollshëm. I kalojmë të gjithë ullinjt te buka e grirë, me kujdes. Atëherë, pasi kemi kaluar të gjithë ullinjt te buka e grirë, do fillojmë dhe do t'i përzijmë. Që ullinjt të marrin mirë bukën e grirë në këtë mënyrë. Siç e shikoni, janë lyer të gjithë. Do vendosim një tenxhere të vogël ose një tigan të thellë në zjarr dhe do fillojmë dhe do t'i skuqim. Vendosim tenxherën në zjarr me vaj të bollshëm dhe duam që vaji të jetë i nxehtë. Ullinjt i kam shtuar në tavë të madhe, sepse nuk i dua që t'i lëm në tas edhe ndërkohë të marrim një pjesë të madhe dhe të bukës të grirë, po themi. Por duam që të marrim ullinjt kështu siç janë. Prandaj i shtojmë në një enë të madhe që të kemi mundësi dhe t'i kapim një nga një. Dhe t'i shtojmë tek vaji. Vaji është ngrohur, duhet të jetë goxha i ngrohtë, e shtojmë brenda ullinjit. Pasi i shtojmë të gjithë ullinjt brenda vajit, fillojmë dhe i përzijmë pak në këtë mënyrë. Duke qenë që janë brenda vajit, normalisht skuqen, nuk kanë nevojë që t'i kthejmë apo t'i rrotullojmë. Thjesht i kontrollojmë a janë bënë. Dhe nëse janë bënë, fillojmë edhe i nxjerrim. Nuk është se duan shumë minuta, diku te 2-3 minuta dhe janë gati. Siç e shikoni, kanë marrë ngjyrë të artë, shumë të mirë, fillojmë dhe i nxjerrim.
Pullinjtë e mi të skuqur dhe krokant ka përfunduar, siç e pat ishin super të thjeshta dhe të shpejta, por dalin me të vërtet jashtëzakonisht shumë të shijshme. Provoni se kam për t'ju pëlqyer shumë. Ju bëf të mirë, miq të dashur.